Një aksident rrugor ndodhi në mbrëmjen e kësaj të martën në aksin rrugor Lejë-Shëngjin. Dy automjetu përplasin me njëra tjetrën pranë lagjes Sake dhe përpasoj kanë mbetur të plagosur 4 persona, 2 prej të cilëve ndodhen në gjendje të rëndë. Të rënduarit janë dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku po marrin ndihmën mjekësore dhe ndodhen në kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat po punojnë për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Nga veprimet paraprake, bëhet me dije se shkak për përplasjen e fortë kokë me kokë të 2 makinave ishte parakalimi i njërit prej mjeteve. Ndërkohë, trafiku në aksin Lejë-Shëngjin u rëndua për shkak të këtij aksidenti dhe u desh ndërhyrja e policisë rrugore dhe asaj të rendit për të normalizuar lëvizjen e automjeteve.